Qeveria shqiptare ka nisur procesin e konsultimeve për amendimin e ligjit të arsimit të lartë, i cili ka hyrë në fuqi 10 vite më parë. Në një konferencë me rektor të universiteteve publike dhe private, ku ishte i pranishëm dhe kryeministri Edi Rama, u diskutua sfidat dhe nevojat e universiteteve për të përballuar kërkesat e një sistemi arsimor modern dhe për të përgatitur për integrimin në Bashkimin Evropian. Pasi tani më ka kaluar një periudhë e mjaftueshme për të reflektuar në atë ligj ndryshimet që ka sjell koha, por edhe konstatimet e praktikës në raport me kornizën e ligjit. Si në rastin kur shkrua ligji, por bëhet fjalë për korrektime, do t'jetë mundur që ta bëjmë këtë në një kohë të arsyeshme dhe ma mendja që nuk do presim sesionin tjetër të parlamentit për ta përgatitur. Riorganizojmë në një sistem shumë më kompetitiv edhe shumë më të besueshëm dhe shumë më të gatshëm për të përballuar nesër të gjitha ato që do vinë me procesin me antarësimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama vuri theksin tek rëndësia e investimeve në infrastrukturën universitare, duke përmendur projektin e ri për kampusin studentor në Universitetin e Durrësit. Duke pas parasysh trenin që do të jetë në funksion të shpejti, do të jetë absolutisht shumë e thjeshtë që studentët në Tiranë të kenë mundësi të strehohen në kampusin e Durrësit. Dhe për këtë arsye do të ndërtojmë një kompleks studentor rezidencial shumë të mirë, në mënyrë që të ndihmojmë në zgjidhjen e një problemi të madh që kanë studentët për shkak të çmimeve të larta që ka qerat në Tiranë edhe në Durrës, po në Tiranë e tjerë. Buzeti i arsimit të lartë për vitin aktual është rreth 11.2 miliard lekë, duke përfshirë pagat e stafit akademik dhe administrativ në 14 universitete publike, si dhe mbështetjen për 12.000 studentë ekselent dhe ata me nevoja sociale përmes skemës së bursave.